Çfarë pëlqejnë dhe urrejnë njerëzit në përbot rreth Amerikës? Për shumë mund të duket e çuditshme, por sipas një studimi që ka dokumentuar mendimet e vendeve më të zhvilluara të botës rreth Amerikës, ekonomitë më të zhvilluara janë të pakënaqura me gjendjen aktuale të demokracisë në tokën e ëndrave. Në sy të ekonomive të avancuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shihet pozitivisht për teknologjinë, industrinë e argëtimit, ushtrinë dhe universitetet, por negativisht për sistemin shëndetësor, diskriminimin dhe gjendjen e demokracisë. Studimi i kryer nga Pew Research Center ka dokumentuar optacionin global që gëzojnë Shtetet e Bashkuara, duke vënë re një ndryshim drastik gjatë 2 dekadave të fundit, që ulet e bie në varësi të kujt drejton shtëpinë e bardhë si dhe politikave të jashtme që ata ndjekin. Në të njëjtën kohë, shumë faktorë kanë vazhduar të ndikojnë në mënyrën si SBA shihet nga të tjerët, përfshirë shtrirjen e kulturës amerikane në përbot, modelin ekonomik si dhe politikat e saj përçarëse. Një studim i 17 vendeve më të zhvilluara në botë dëshmon për kompleksitetin e Shteteve të Bashkuara, por edhe problemet e shumta që ata kanë. Në fakt, vetë amerikanët shohin pika të forta por e të dobta në shoqërinë e tyre. Pozitivet. Elementet më pozitiv të imazhit të Amerikës në botë janë të lidhura më së shumti me eksportet e tyre të famshme si teknologjia dhe kultura mediatike. 72% vlerësojnë teknologjinë amerikane të përqendruar në Silicon Valley si më të mirën ose mbi mesataren, dhe sigurisht 71% vlerësojnë industrinë e filmave dhe televizionit me shtëpi në Hollywood. Një mesatare tjetër, prej 45% vlerëson kapacitetin ushtarak të amerikanëve dhe së fundmi universitetet amerikane vlerësohen si më të mirat nga 16% dhe mbi mesataren nga 43% e 16 ekonomive më të forta në botë si Kanada, Gjermania, Franca e të tjerë. Negativet. Sidoqoftë, këndvështrimet për sa i përket standardit jetesës amerikane janë mikse. Në shumicën e vendeve pjesa më e madhe pjesëmarrëse në sondazh e quaj nivelin e jetesës në Amerikë mesatar, edhe pse 50% e vendeve si Greqia, Spanja, Korea e Jugut dhe Tajvani e quajnë atë mbi mesataren. Në Suedi, Hollandë dhe Australi, më tepër se 40% mendojnë se niveli i jetesës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është nën mesataren ose i ulët. Sistemi shëndetësor në SBA ka marrë sigurisht një notë tjetër të ulët nga ekonomitë më të mira botërore. Një mesatare prej 48% mendojnë se është nën mesataren, ndërsa 18% mendojnë se është më i keqi ndër vendet e zhvilluara. Çështja e diskriminimit shikohet gjithashtu me rezerva nga vendet e zhvilluara, shumë prej cilave mendojnë se SBA është vendi i zhvilluar me nivelin më të lartë të diskriminimit. Qytetarët me prirje të majta sidomos kanë tendencën të mendojnë se diskriminimi është një problem serioz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull, 81% e kanadezëve të majt e mendojnë këtë në krahasim me vetëm 66% të kanadezëve me prirje në qendër dhe 52% të kanadezëve të djathtë. Sistemi politik dhe liria. Sa i përket sistemit politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e zhvilluara janë të ndara. 50% mendojnë se funksionon mirë, ndërsa 48% e kundërshtojnë këtë. Vlerësimet variojnë gjërësisht, duke nisur nga 80% në Korenë e Jugut, që mendojnë se sistemi politik amerikan është pozitiv deri tek Zelanda e Re, ku vetëm 30% e mendojnë këtë. Sidoqoftë, vetëm 17% e vendeve të zhvilluara mendojnë se demokracia amerikane është një shembull i mirë për të ndjekur nga shtetet e tjera. Shumica mendojnë se demokracia amerikane ka qenë dikur një shembull i mirë, por në vitet e fundit ky sistem është zbehur. Ndërkohë, një mesatare prej 23% mendojnë se demokracia amerikane nuk ka qenë kur një shembull i mirë, apo që ja vlen të ndiqet nga të tjerët. Gjithsesi, rreth 50% e vendeve të zhvilluara duket të kenë rënë dakord me faktin se qeveria amerikane i respekton liritë personale të qytetarëve të saj, edhe pse një minorancë e konsiderueshme nuk e ndajnë këtë mendim në vende si Australia, Zelanda e Re, ku rreth 40% mendojnë se liritë personale të amerikanëve nuk respektohen as pak.